Jemi të pranishëm në një konferencë me përmasa të mëdha e cila trajton një ndër temat më të rëndësishme të kohës së autizmit. Këtu janë të mbledhur ekspertë të huaj për të trajtuar çështjen më të rëndësishme autizmin, se si të ndihmohet fëmijëve me autizëm dhe me nevoja të veçanta. Në vazhdim ndjekim deklaratën mbi këtë ngjarje të rëndësishme. Fillimisht dua të potencoj se qendra Piramida ka qenë në pritje afër rreth 3 vitesh për këtë konferencë. Më në fund të arritëm qëllimin. Shpesh zëri i prindit dhe i fëmijës nuk është i dëgjueshëm fatkeqësisht në Ballkan. Ideja ishte që të shkëmbejmë informacione, të shkëmbejmë njohuri dhe të përfitojmë njëri nga tjetri. Po duhet ekspertë të fushës, siç janë në këtë rast profesor Salah Shalan dhe profesoresha Meriem Kater, të cilat janë logoped klinik dhe miren në këtë fushë afër më shumë se 25 vite. Dhe neve jemi në bashkëpunim me SIPër vetëm për të mirën tonë, për të mirën e shoqërisë dhe për investimin e teknikave të reja që duhet t'ju ndihmojmë fëmijëve që kanë nevojë, sidomos fëmijëve që hasën vështirësi në çrregullim të spektrit të autizmit. Jemi në fokus më shumë tek ndërhyrja e hershme, po pse jo dhe fëmijët që kanë nevojë për mbështetje të aftësive akademike dhe më tutje shpresoj që të kemi bashkëpunime edhe me Palën Maqedone. Kështu që shpresoj që shumë informacione dhe shumë teknika të duhura në Ballkan do të mundohemi që t'i ndajmë edhe me profesionistët adekuat. Realisht po, unë personalisht kam marrë pjesë do të thotë në MRC NCC, ndryshe njohur Mohammed bin Rashid New England Center, e cila operohet nga shtetet britanike. Unë shoh mungesë të profesionistëve në fushën e trajnimeve të duhura dhe mungesë të instituteve, qoftë ato private ose shtetërore. Pjesa e kategorizimit tek fëmijët duhet të kemi parasysh qysh nga diagnoza deri në procesin e MKF-s ku marrin fëmijët pjesën e vlerësimit, do duhet të konsiderohet një nivel i duhur për të bërë ndërhyrjen tek fëmijët. Realisht po, dhe kjo ishte qëllimi i kësaj konference, duke pas nderin që ta bëjnë edhe pjesën e ndërlidhjes me logoped klinik, me pjesën e defektologjisë, psikologjisë, me që do të shumë shpesh hasim edhe në problematika multidisciplinare kur nuk dim qasjet si nga da e bëjmë. Mirë po, duke marrë parasysh se neve Piramida do të aplikon ABA terapi në Applied Behavior Analysis dhe në basa sajna neve bëjmë dhe plan program edukativ individual për çdo fëmijë. Duke filluar nga çështjet e teknikave, nga pjesa e checklistës se ku duhet të ndërhyjmë dhe aty do të jemi për të mirën e fëmijës, qoftë për aftësitë e pavarësisë, qoftë për aftësi shkollore, qoftë për aftësi shoqërore e të tjerë. Është një konferencë e domosdoshme sepse po shikojmë gjëra më praktike, jo shumë teorike, domethënë po preket realiteti i autizmit në situash ana teorike me atë praktike po përputhet. Konferencat për të folur për autizmin janë gjithmonë të nevojshme sepse sjellin në fokus probleme, se problemi i autizmit është shumë i gjerë, duke qenë spektër edhe ka llojshmëri problematikash që lindin çdo ditë. Dhe konferencat janë ato që mund të marrin dhe mund të shtjellojnë në mënyrë akademike, por dhe praktike këtë lloj fenomenesh. Por diferenca është në një gjë shumë të rëndësishme, që edhe unë do të referoj sot për pranimin e prindërve dhe shoqërisë. Këtu është diferenca. Jo se në Shqipëri jemi 100% pranues, por ka arritur më shumë përparim në anën e pranimit të shoqërisë dhe të prindërve që deklarojnë që nuk kanë turp, që e paraqesin fëmijët e tyre qoftë edhe në për aktivitete, nuk e mbulojnë fytyrën e tyre, kurse këtu është një gjendje shumë për mua dua të them e vajtueshme si nan, por dhe si drejtuese një qendre me të rinj me spektrin e autizmit, do me thënë prindrit këtu po humbin shumë nga koha duke mbajtur të mbyllur fëmijët e tyre, duke mos e deklaruar, duke mos e pranuar autizmin. Dhe kjo pengesë shumë e madhe për ta integruar fëmijën dhe për ta i dhënë dorën për të avancuar më shumë. Nëse fëmia do përparoj 60%, duke mbajtur të izoluar këtë lloj problematike, mund të themi 40-30% mund të duket puna. Pra, pengesa e mospranimit është shumë në lidhje me procesin e
e integrimit të fëmisë dhe mësimit të fëmisë. Kjo është fenomen i shoqërisë, familjes parë, e cila nuk pranon se në familje mund të kemi një person e quajnë të smur, pavarësisht se autizmi nuk është smundje, është një çrregullim, por në konceptin popullor quhet sëmundje dhe mos them dhe më gjerë me etiketime jo të këndshme. Dhe ata bëjnë presion, dhe presioni më të madh e han nëna. Sepse në fisin tonë nuk kemi, në familjen tonë nuk kemi, tina e solle. Dhe presioni i shoqërisë që të vendos pastaj që ai ka një fëmijë, ajo ka një fëmijë të smur, kush e di ç'kan bërë ata që e kanë kështu, këto janë fenomene që e vrasin prindrin që mos deklarojë dhe mos pranojë. Ajo që unë kam kuptuar shumë mirë është çfarë është jeta. Jeta është e mbushur me sfide. Askush nuk ka qenë në këtë botë dhe nuk ka kaluar nëpër sfida. Dhe ato sfida na vijnë nga Krijuesi, nga Zoti, të cilat duan të na avancojnë dhe të na bëjnë edhe më të mirë, por edhe për të parë diferencën mes të mirës dhe të keqes. Pra, boshti im i forcës, i zërit ngritur, i pranimit është besimi në Zot. Kam kuptuar që ajo që më vjen nga Zoti, unë nuk do bëj luftë me të. Unë do ta pranoj, ama do bëj detyrën time si prind, duke sfiduar çdo kënd që më vjen rrotull dhe më thot stop se ti duhet kesh turp. Autizmi nuk është turp. Ata janë disa fëmijë, nesër disa të rinj, disa të rritur, që do jenë pjesë e shoqërisë me të gjitha të drejtat që ka çdo fëmijë tjetër dhe çdo person tjetër i kësaj shoqërie. Studiusit, ata që po merren për gjetur mënyrat e duhura, për gjetur dhe vetë shkaqet e autizmit, por dhe studimet për terapi të ndryshme, do jenë dhe do vazhdojnë të jenë gjithkohës në punë e sipër. Por unë i theksoj që çfarë do lloj terapie të dalin në botë, terapia dhe rëndësia më e madhe është familja. Po në këtë kuptuam që ne, sa do orë t'i qëjmë në terapi, ato do vinë në shtëpi dhe kohën më gjatë e ka në shtëpi. Dhe ne duhet të aftësojmë si prindër që të bëjmë ato që bëhet në dhomat e terapive, në ambjetet e terapive, të bëjmë edhe ne në shtëpi. Nuk duhet kemi atë mendsinë e çova atje dhe kaq mjaftoj. Jo, puna është e përbashkët. Po i kuptuam këto, çdo gjë do shkojë mirë, edhe në çdo lloj të reje që do na vi për të zhvilluar terapi sa më të mira. Sepse duhet ta themi, autizmi nuk shërohet. Autizmi do jetë aty. Terapit, aktivitetet, mbështetjet janë ata, integrimi, pranimi janë ato që do ta bëjnë autizmin të minimizohet në dukshmëri, por që ai flen aty nëse ne nuk e aktivizojmë. Si specialiste e zhvillimit të fëmijës, unë kam 3 vite që kam punuar në Shkup, që nga viti 2021, duke sjellë eksperiencën time shumë vjeçare në trajtimin e fëmijëve me çrregullimin e spektrit autizëm këtu në Shkup. E kam parë shumë të nevojshme dhe mendoj që në qendrën Pirabinda është bërë një revolucion në zhvillimin e shërbimeve më dinjitoze në lidhje me trajtimin e fëmijëve me çrregullimin e spektrit autizmit. Kjo konferencë sot është bërë për të përfituar të gjithë kolegët tanë profesionistë, të gjithë prindërit dhe më tej bashkëpunimet të tjera me qendrat e tjera, në fokus gjithmonë të jetë ndihma për fëmijët në nevojë, sigurisht edhe për fëmijët për çrregullimin e spektrit të autizmit. Një nga temat të cilat unë kisha sot për të lektuar ishte pikërisht psikoedukimi i prindërve në lidhje me pranimin e diagnozës, sepse diagnoza nuk është diçka që prek vetëm fëmijën, është diçka që është një përvojë që përfshin gjithë familjen. Roli jon kyç është që ne të ndihmojmë prindërit, komunitetin, të kultivojnë empatinë dhe mirëkuptimin, që të kuptojnë më mirë çrregullimin e spektrit të autizmit. Duke u fuqizuar prindërit për ta kuptuar dhe për ta pranuar këtë, ne do kemi mundësinë që të ofrojmë shërbime më të mirëfillta, sepse jo më kot piramida e ka emrin piramida. Fokusi është qendra, shërbime terapeutike, është prindi dhe në fillim dhe në fund është fëmia për të mësuar. Pra, fëmia që të aftësohet, të gjithë bashkë ne mund të bëjmë ndryshim. Do kisha thënë prindërve gjithmonë që të kërkojnë ndihmë tek profesionistët, në rast se ato janë duke u përballur me situata të cilat shikojnë ngecje në zhvillimin e fëmijës, cilat do qoftë diagnoza që ato kanë, të kërkojnë mbështetje nga profesionist. Duke kërkuar mbështetje nga profesionist, ato fuqizohen për të kuptuar se çfarë ndodh për to, dhe duke kuptuar se çfarë ndodh me to dhe me fëmijën e tyre, ato kanë mundësi tashmë që të ndihmojnë fëmijët dhe njëkohësisht i kërkojnë komunitetit që të sillen ashtu siç duhet
fëmijë e tyre, të kërkojnë çfarë ato kanë nevojë. Do kisha lutur prindrit që të lobojnë më shumë, të advokojnë më shumë për vështirësitë që ato hasin. Kur flas për vështirësi qoftë në menaxhimin e trajtimit terapeutik në lidhje me fëmijët, por edhe për ndihma shtesë të mbështetjeve sociale. Kështu që sa më shumë që ato të kërkojnë mbështetje për nevojat e tyre, aq më shumë do i bëhej më e lehtë dhe situatat të cilat ato po jetojnë. Ky aktivitet u mbill me një mesazh të fortë për vetëdijsimin dhe ndërgjegjësimin mbi autizmin, duke theksuar rëndësinë e pranimit dhe mbështetjes ndaj personave që jetojnë me të. Përmes diskutimeve, prezantimeve dhe fjalimeve frymëzuese, u theksua se autizmi nuk është pengesë, por një mënyrë ndryshe e të perceptuarit të botës.